E pabesueshme. Jozi zbulon prapaskenat pas daljes nga Big Brother VIP. Josefin Marku, i njohur ndryshe si Jozi, ka qenë një nga figurat më të komentuara të sezonit të 4 të Big Brother VIP 4. Me personalitetin e tij energjik dhe komentet e drejtpërdrejta, ai u bë shpejt pjesë e bisedave në rrjetet sociale dhe media, edhe pas daljes nga shtëpia. Pak ditë më parë, Jozi vendosi të realizojë një bashkëbisedim virtual me ndjekësit e tij në Instagram, ku u dha mundësinë fansave të bëjnë pyetje të drejtpërdrejta. Pa u kursyer, ai u përgjigj disa prej tyre, përfshirë pyetje që kishin të bënin me jetën pas Bigut dhe kontaktet me ish-banorët. Pyetja e ndjekësit që mori vëmendjen. Me kë nga banorët mban kontakte? Këtë do ma kthesh se të kam bërë 4 pyetje dhe asnjë përgjigje. Pyetja ishte e qartë dhe insistuese. Ndjekësit ishin të interesuar të dinin nëse marrëdhëniet e krijuara brenda shtëpisë kishin mbijetuar jashtë saj. Jozi nuk e shmangu pyetjen. Ai u përgjigj me sinqeritet. Me shumë prej tyre, por koha na ka limituar disi. Një përgjigje që tregon se edhe pse ruan një lidhje të mirë me disa ish-banor, rutina e përditshme dhe angazhimet pas daljes nga formati e kanë bërë më të vështirë ruajtjen e kontakteve të përhershme.